Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Allahun azza wa jalla lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu azza wa jalla nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e në humbje nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës në lidhje me dispozitat rreth haxhit. Në ligjëratën e fundit jemi ndalur te gjërat të cilat janë të ndaluara për haxhiun me i vepru, qoftë ajo parfymosja e trupit apo rrobave, mbulimi i kokës, martesa, marrëdhëniet intime, paramarrëdhëniet intime, veshja e rrobave të zakonshme që njeriu i vesh, shkurtimi i thonjve, shkulja e çimeve. Këto i kemi sqaruar me disa detaje, domethënë në ligjëratën e kaluar, mirëpo do të vazhdojmë me disa detaje që kanë të bëjnë prapë me këto ndalesa, e mas andej me ndal se këto ndalesat që janë të gjitha nëse shkelen ka dënim. Dënimi ka mundësi me kon dele, që do të marrim ose ushqim 6 të varfër ose agjerim 3 ditë. Mirë po ka mundësi me kon edhe maj ashpër, qofse njeriu kryen marrëdhënien intime gjatë të ihramit, realisht do të marrim nëse e bën para lirimit parë, ka dënim më të rënd se prishet haxhi krejt, nëse e bën mas lirimit parë, para lirimit dytë, domethënë nuk prishet haxhi, mirë po ka dënim domethënë të ashpër. Ka dënim të ashpër në lidhje me atë i cili merret me gjuetin gjatë ihramit, domethënë që e gjun ai kafsh për me therrë dhe me ndron. E realisht gjëra që do t'i marrim vazhdim, mirë po para se me dalë ajo, i kisha treguar disa çështje që i ka cekur autori, e prej tyre, sidomos në mëdhemin Hambeli, kanë thonë se nëse njeriu i shkul ma pak se 3 qime, 1 kime ose 2, ose 1 thu ose 2. Më thonë faktikisht kë nuk ka nevojë me prej kurban, mirë po dhe më thonë faktikisht i për secilën kime dhe më thonë e ushqen një të varfër. Kështu e kanë cekur, jo vetëm për këtë, po i kanë cekur edhe gjëra tjera, dhe më thonë që faktikisht sidomos të këto kimjet e thonit, kanë thonë se në gjuhën arabe shumë si fillon me 3 përpijet, se ata e kanë numrin 1, e kanë numrin i thojnë 200 për 2-shin, edhe është shumë si dhe më thonë për 3 përpijet. Edhe kanë thonë nëse i hjek 2 kime, apo më pak, 2 ose 1, nuk ka nevojë me shku direkt në atë dënimin, dhe më thonë që njeriu me e prej kurbanin ose me agjeru 6 ditë, me e ushqy 6 varfër ose me agjeru 3 ditë. Se nuk është, dhe më thonë, ajo që e rritë shumës, që është të kanë thonë edhe për thu. Mirë po realisht, kur e këqyr argumentet, kjo është në sidomos mëdhemin Hambeli thash, mirë po Shekhu Themini, që është vetë për i djetarëve të Hambelive, thotë kur të këqysh nuk ka ndonjë argument, dhe më thonë për këtë punë fare, që me dalu, për nësene që e bije që
wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahilla, dhe mos i shkurtoni apo mos i rruni kokat e juaja përderisa mos prehet kurbani. Këtu e ka thonë mirë përgjithshme që e bie që faktikisht kur gjëheq as në kime mos e prek me vetdije, se për ndryshëm nëse bën me vetdije, domethënë do të më prej kurban, as në thum mos e prek, se thjesht domethënë duhet me prej kurban. Po e kemi cekat meselën, domethënë nëse thoni është domethënë është i thym, e ka mundësi me të vrah, me të gjak, kemi thonë sipas mendimit më saktë lejohet. Mirë, por nuk ka të bëj kjo, domethënë nëse i prind dy thoj ose në thu, domethënë nuk kemi shkunat dënimin kapital në këtë rast me prej kurban, apo me ushqy 6 varfër apo me agjeru 3 ditë. Mirë, po varësisht s'ni thu ne ushqim të varfërit, dy thoj, dy ushqim të varfërit. Kështu e kanë cekur, po thash nuk ka ndonjë argument. E kanë thonë nëse 3 kime ose 3 thoj, apo e ke mbulu kokën, apo i ke vesh teshat që vesh njeriu normal, a ke përdor domethënë parfum, aty duhet me shkunat dënimin që ka ardhur në jetën kuranor, domethënë që e ka cekur Allah azza wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahilla faman kana hatta yablugha al-hadyu mahilla faman kana minkum maridan aw adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Mos i rruani flokët e juaja përderisa mos të preni kurbanin, ai i cili është i smut apo ka ndonjë smundje në kokë, në shqetësim kokë, që mundet me konë smundje, mund të me konë marr apo në diçka tjetër, thotë atëherë do të kalon në shpagim. Shpagimi është agjerim ose sadaka, domethënë me ushqye të varfërt, ose domethënë me prej kurban. Edhe kemi sekon në gjatë në kaluar hadithin e Ka'b bin Ujra, ka qenë një prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë hajj me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe është ankuar, dhe pejgamberi më ka pa gjendjen sidomos me morra ka pas problem, edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thjesht rruj flok tua, e prej kurban si shpagim. Ka thonë Jerusalem s'kam, thotë atëherë, ose ushqej, domethënë 6 të varfër, për secilin të varfër ka gjysmë sa'. Sa është dikun një simat se domon si ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është dikun 2 kg e gjys plus minus deri në 3, varësisht se me çka e mush, që i bjen gjysa e saj dikun 1 kg e gjys ose pak më pak. Ose domethënë me agjerue 3 ditë. Ajo që ka ardhur në hajet ka ardhur e përgjithshme, ka thonë kurban, ushqim, sadaka edhe agjerim. Ndërsa hadithin e Ka'b bin Ujrat ka ardhur domethënë e specifikuar, domethënë se çfarë kurbani fjala, nuk është për deve ose lop, por është fjala për dele, domethënë është fjala me agjeru 6 ditë, është fjala me ushqy 6 varfër, është fjala me agjeru domethënë 3 ditë. Mirë, po në meselën nuk e di jak na përmend të çështja e mbulimit kokës. Domethënë me mbulu kokën me qëllim. A është çdo mbulim i kokës që hin në këtë dënuhësh, duhet me pas shpagim? Për shembull, thënë dietarët, nëse njeriu bën diçka, çont, edhe i lodhen durt, edhe e çet mi kryje, me bajt me kry. Kjo konë zakon në diku në tonë dhe i të vanshme, njerëz kur kanë bajt uje sene, mund kanë bajt ose tepsije, diçka kanë qitë kokë. Thënë me qitë një gjatë të tillë, e prish, në më thonë, e ke bo shkeli ajo. Si pas mendimit më saktë nuk e bo shkeli, se realisht, kur shqet me bajt, nuk ka qitë me i bo hije vetës. Ose në qofse merë qadrën, e cila është endame pej kokës, në dorë, është dhe më thonë lartë, është bo shkeli ajo. Si pas mendimit më saktë, jo. Dhe më thonë nuk e bo shkeli, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hi vetë në shatar për me hi në hije. Ka në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se thot Bilali në ditën kur ka gjuar pejgamberi sallallahu dhe më thonë në gurt, Bilali e ka marrë devën, dhe më thonë për kërpeshi, për litare, ndërsa Usama bin Zeidi ka qitë diçka mbi kokë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mi bahije. Edhe për të ky hadith thonë se dhe më thonë, a ka qenë halem në pejgamberi sa më një haram, a u konë dita e dytë
ose e tretë e Ramazanit ka fjalë në lidhje me këtë. Mirë po, ajo që dhojnë fetvat gjithë dietarët, po shumica dietarëve është se realisht çadra e do qëra nuk e prish, dhe nuk ka nevojë me bë shpagim. Ka njerëz që leçe çadrën se përdorin, po edhe autobusin do me pas qelt, që mos me pas kundgjë, me kokë, kush kanë haxh, tash nuk e dija ka akoma, po përpara ka pas, që ka pas për aty në të cilët kanë pas si bindje dhe ka pas një gjatë tillë. E shëhnin kajherë që duhet me pas kujdes, e marrin si shërit të fort e ngjesin kokë, e qasi shëritit ja bojnë do si shtylla, e qesin çadrën të nshi një çadër të vogël, vetë sa për kokën, një 10-15 cm për mi kokë. Me qatë shëritin e trash, e lidhin për koke, e ato shtyllat janë lidhin qatë farë shëriti, edhe ajo si çadër për mi. Edhe është esenim mirë, po realisht kjo lloj që është e ngjit, për koke, dhe kjo është shkelje edhe me bë njeriu me vedije. Këto realisht atëherë duhet me bë shpagim, duhet me prej kurban ose me i ushqy 6 varfër ose me i agjeru 3 ditë. Mesele tjetër që ka cek, e që ku me cek edhe ma vonë, është ai i cili vron gjatë bën gjueti gjatë ihramit, edhe pse edhe javën e kaluar kur kom sfegu, kom treguar realisht që tash kjo fort neve nuk na hin në udhë shumë, nga se realisht akomodimet tona, komoditetet tona që kem, realisht e kem ushqimin, ka shkojmë qoftë me aeroplan, qoftë me autobusa atje, ose me trena, sene, nuk kem lazëm me nevojë kërkon që me dal për ushqim me gjujtë ose me marrë dikon tjetër, se është ushqimi i gatshëm. Mirë po realisht, kjo çështje kena treguar që është ndaluar, sa është njeriu në ihram, është ndaluar vetëm me gjuhë, është ndaluar mi bë sharet dikujt ose me trem çat gjuhëti, ose është ndaluar edhe nëse gjuhët hakujet. Që ai tjetër sukon në ihram, po e ka nxon në lepër apo diçka tjetër në kaprall, e ka gjujt me ja prua këtij haxhis që është në ihram, faktikisht nëse e ka bë për këtë punë, kjo nuk i lejohet atina me hungër, edhe ai duhet me bë shpagimin prej kafshëve të buta, behimetul an'am, ose devës, ose lopës, ose dhis e delës. Pra i bjen që nëse njeriu e ka myt kaprollin, s'mosh me thonë tash ti patjetër duhet me gjet një kaproll, me dhon sadaka për këtë. Po ka në jetë kuranore se thjesht e shbon shpagimin pe kafshëve të buta, në rastin konkret jo të gjitha të butat, se pula s'hen këto, po është vetëm devja, lopa, dhia edhe delja. E varësisht se çfarë kategorie të kafshëve sa më të mëdha shkon te devja, masatorja te lopa, më e vogël, shkon te dhia ose te delja. Që thjesht këtë dënim e ka parapo shariati jon, edhe atë për shembull me gjyku dikush që është i drejtë dhe që i din me i vlesu gjërat. Për shembull nëse është lopë e egër, kompenzim lopë të butë. Qofse ka ardhur një kaprall, është një dhi, parafërsisht, diçka pak më të madhe, shkon deve, po ata që merren me këtë punë, edhe që i din ka pak kafshët, faktikisht ata duhet me vendos, se çfarë shpagimi e ka, po edhe dy kom cek realisht që alhamdulillah që kjo punë fort nuk na hin punëve, se po dietarët e kanë cekur se deri vonë ka pas udhime njerëzit për tokë, edhe atje ka qenë thatësi, ushqimet janë kon pak më pakta, edhe patjetër ndoshta njerëzve kanë pas nevojë gjatë rrugës, me gjujt edhe me pas edhe me arrit deri te ushqimi. Çështja tjetër që ka cekur autori është te çështja e marrëdhënieve intime, e kjo është shumë e rëndësishme. Elhamdulillah tash po them për haxhit e Kosovës, edhe ata që shkojnë me bashkëshorte faktikisht nuk ju bjen me flajt një dhomë, po gratë, flajnë aqek, burrat aqek. Po hipotetikisht, nëse më të bë komoditete, e dikuna kanë komoditet, realisht njeriu është në hotel me gruat vet, edhe është në ihram.
me flajt burrin me grut vet, sa është një haram, çfarë dënimi ka këtu? E këto dietarët e kanë cekur se janë lirimi i parë edhe lirimi i dytë prej ihramit, edhe në haxh dhe në umre. Në haxh, në ditën e Bajramit, domethënë kurban Bajramit, njeriu do të mi kry 3 çështje, 2 prej tyre lirohet lirimin e vogël, lirimin e parë. Ose do të mi gju gurt e me i rru flokët, lirohet, ose i gjun gurt e bën tavaf edhe sajen, ose i rrun flok edhe bën tavaf edhe sajen. Mon 2 prej 3 me i krye, lirohesh. Qofse ke kryer tavafin, realisht i lirue komplet. Mirë po nëse vetëm e ke krye, i ke gju gurt, edhe i ke rru flokët, i liru vetëm lirimin e parë. E kur të bën edhe tavafin, i liru komplet për ihramit të haxhit. Po para se me ardhi të Bajramit, në Muzdelife, njerit ka flajt me grunë e vetë, ose natën e Arafatit, ka pas, në shatar, po shatar ka pas, se tash kanë bërë komunitete, faktikisht mund të çiftet në disa që janë pak më VIP, tash edhe çiftet me flajt në dhomë asane. Me flajt, realisht me bë me flajt, realisht para lirimit parë, para ditës Bajramit, para se me i gjugurt, edhe me i rru flokët, ai njeri për atë vete e ka prish haxhin. Automatikisht e prishet haxhi, e ka obligim vitin e ardhshëm me e kry haxhin, me kompenzu që të haxhin që e ka prish, duhet me pre, jo dele, po duhet me pre deve, edhe duhet me plotësu haxhin deri në fund e mos mi da, edhe pse faktikisht nuk llogaritet. Domthon 4 gjërat, i ki 4 dënime. Haxhi të prishet, duhet me plotësu çashtu të prisht, duhet patjetër vitin e ardhshëm me e kompenzu që të haxh, edhe dënim e kime e prej një deve, jo një dele. Ase me agjeru, ose me ushqyja, e ki dënimin kapital që automatikisht ki me shkue në deve. Mirë po, në qofë se njeriu o lirue këtë parën, i ka gju gurt, i ka rru flokët, e realisht halen nuk ka bo tavaf të haxhit. Natën e parë të Bajramit ka flejt me grunë e vetë. Mirë po halet tavafin e haxhit se ka bo. I ka rru flokët, ka gju gurt, realisht haxhin e ka tamam, ama ka bo shkeli thron, edhe këtu njeriu duhet me prej dele, jo deve tash. Se faktikisht është liruar lirimin e parë. Veç i ka metër tavafi, në këtë rast, atëherë liruat vetëm me dele. Qashtu të shkon edhe për umre. Edhe umre e ka lirimin e parë dhe lirimin e dytë. Qofse njeriu e bën tavafin, e mas tavafit shkon në shëndhom edhe flen me grunë pa e bo sajin e të umrës. Faktikisht e ka prish o haxhin ose umrën mas lirimit parë, se me tavafin e umrës bëhet lirimi i parë. Me bë edhe tavafin edhe sajin, faktikisht ai e ka krye umrën edhe i ka mbetur vetëm shkurtimi i flokëve dhe nuk prish punë, e tek kjo është pak më lehtë se qofse ke bë para tavafit e ke prish umrën. Edhe ke prish umrën dhe duhet patjetër me bë tjetrën, edhe duhet me prej dele, ndërsa nëse ke bë mas sajit nuk ka nevojë me prish, vetëm ka me prej kurban. Nuk e prish atëfar umrën, mirë po dënim e kije premjen e një deles. Këto janë pak matë koklaveta, po është mirë me i ditë, edhe pse alhamdulillah shumicës të rjuve s'ku mi pas rast se realisht që ashtu të janë kushtet të bërësies të me organizimin dhe i tash e kam bot të qështot, që realisht qiftet nuk flajnë me zveti, edhe pse 5 vjetë që të mdoke kanë filluar edhe shërbim me ofru, mirë po ata që të kanë kësi rase ata duhet me pas kujdes. Çështje tjetër që kanë cekur autorë është çështja e grave. Gratë gjitha ndalesat që jenë për burra ndalohen edhe për gra. Vetëm disa gjëra
Çështja për me i vesh teshat normale, burrit i ndalohen, gruas nuk i ndalohen. Gruaja domthon veshet normal. Domthon me çarapa, me domthon festan, me pavarësisht a është e kept, as është e kept, realisht nuk e ka obligim me vesh ihram qysh vesh burri. Gruaja domthon me konsenzus veshet normal dhe nuk ka kurfar obligimi me hjek teshat sa të jenë domthon normale të kepta për to. Përveç domthon me mbulu ftyrën ose me i vesh dorëzat kur është në ihram, domthon është ndaluar, nga se kush këto ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ajo grua që është në ihram as mos të mbulon ftyrën e as mos të ngjet dorëzat. Me mbulu ftyrën ka në hadith të Aishës radhiyallahu ta'ala anha se thotë kena qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me familje edhe kena pas ftyrat e zbulume. Mirë po kur kena kaluar pram do burrave e kena lëshue domethën në nëse si perçe, në nëse shami para ftyrës tonë. Që i bie që kjo ndalesa për me mbulu ftyrën është me qitat nikabi është një farë si shamije, lidhet për mas kreje, shtrëngohet, domethënë bjen për të huna edhe lidhet mas kreje. Ato mundesh edhe me çu edhe me hjek, mirë po që kjo është ndalume. Me e lidh çasi forme që e shtrëngon për hune edhe lidh mas kreje, që kjo është nikabi edhe që kjo është ndaluar sa është gruaja domethënë në ihram. Mirë po me e qitë diçka veç për mi kokë, që kur të kalon ka burrat veç e lëshon, e kur kalojnë burrat e çon për pjetë, domethënë nuk prish punë, ndërsa domethënë dorëzat domethënë nuk i ngjet gruaja sa është në ihram. Një meselë tjetër që e kanë cekur thash dietarët është se secila prej këtyneve që janë të ndaluara për secilën ka dënim. Thash ose ka dele, ose ushqim të varfërve, ose agjerim. Për marrëdhëniet intime, thash prishet, nëse e bën për alerimet të parë, do të më vazhdojmë që ashtu të prisht, do të më prek demandeve, edhe duhet më bë vit në arshëm rishtazi se kompenzim këtij haje që e ke prish. Ka thash për kafshët, nëse i ke je merr me xhetin gjatë ihramit, do të marrëm tash se ka një dënim që është bajagi i Iran, e veç një sen është që nuk ka dënim. Ajo është që nëse njeriu martohet, nuk kam fjalë me pas marrëdhënien time, po bën akt në kurrizimit me një gru, ose baba ose kujdestari e marton vajzën e vet për dikon, ose realisht bëhet fejesa sa janë në ihram. Këto domethënë gjithë dietarët thonë që është haram kjo punë, përveç fejesës që thonë është mekruh disa dietarë, martesa është haram akti kurrizimit, mirë po nuk ka ndonjë dënim specifik si shpagim me prej kurban ose domethënë me agjeru ose me ushqye domethënë të varfrit. Sa i përket te dënimi domethënë për këto shkeljet mu parfimos, me mbulu kokën, me vesh tesha domethënë që janë të kepta, që janë domethënë të marrume për ndaj pjesë trupit e kështu me radhë, ato shkeljet që e ceka, realisht thash kanë ardhur 3 llojet e dënimeve me zgjedhjen se po ndon. Domethënë ose me prej dele, ose me i ushqy 6 varfër, ose me i ushqye, domethënë me agjeru 3 ditë. Edhe këto janë domethënë zgjidhje, jo me thonë nëse se ki këto, kalon këto, nëse se ki këto, kalon këto, jo. Cilën dush pe këtyre trijave zgjedh. Nëse ki mundësit, zëm me ushqy kërkon, thuash ma se vap me prej kurban, ma shtrajt është, shkon direkt kurban. Thot valla, s'una me prej kurban, po muna me i dhon, domethënë ushqim se më vjen vështirë me agjeru, mund të zgjedh thot valla s'kam mundësi as me prej kurban, as s'kam mundësi me ushqy kërkon, muna me agjeru, mund të zgjedh se don, domethënë thjesht kjo është liria e zgjedhjes mes këtyre domethënë trijave. Te çështja e gjuetisë, thash është edhe këtu dënimi i ashpër, se thash kompenzim për gjueti, i kena cekë në gjelështën e kaluar, domethënë që gjuetia do të me konë kafshë e egër, që gjuhet, me konë të kafshë toksore, e jo e detit,
se realisht e detit se pesh që të sprish punë se me konanije s'ki që hanë, s'ki qare pa gjyjt pesh që për mbjetu e sene, i këna cek kushtet se të qysh cila kafshët jenë dëndaluar në gjëti në gjatë në kaluare. Mirë po kom thonë ato kafshët e egra që i gjun, nuk obligohesh njëtën kafsh me lyp, se bakjes më në gjanë atër duhet me kompenzue me kafsh të butë. Parafërsisht një llojet të i marrë disa karakteristika qoftë peshës, qoftë vetive të ndryshme që ata që merren me kafsh, edhe që të janë njerëz të besueshëm, me kanë frikë Allah në zot, kanë mundësi me tregu. Për shembull, lopa e egër, lopa e butë. Shkon domethënë kaprolli me dhi, e çështu domon parafërsisht me i caktu. Kjo është qoftë se shkon kafsh për kafsh. E po mos me pas kafsh, edhe këtu ka ardhur ajeti kuranor që me kalue në ushqim, e që se ushqim me kalue dhe më thonë në agjerim. Mirë po tash ushqimi nuk është 6 ditë të këto. Asë nuk është agjerimi 3 ditë. Thojnë ushqimi është në varësisht çfarë kafshet tu ka përcaktua si kompenzim që asaj kafshe që e ke gjujtë. Qofse ka qenë lop e egër, dënimi është lop e butë. Se kijas lopën e butë, atër kalon në kompenzim të vlerës lopës, që i bjen tash, mos e ki me thonë, valla, për e prej një dele edhe për e kry, po tash e ki një lopë 1.500 euro, 2.000 euro. Po thash, dhe më thonë, nuk e ki mundësit, tash nuk shkon me thonë, valla, veç për agjerej 3 ditë. Po faktikisht, kemi e këshyrë që to, dhe më thonë, që të shumën e agjerimit, dhe më thonë që ty në 1.500 euro apo 2.000 euro, faktikisht e llogarit sa shujtjet të ushqime mund është me i ble. Po llogaritin që përse një shujtje gjysësaj 3 euro, 1.500 euro, i bjen dhe më thonë 500 apo 500 shujtje. 5 e 3, 1.500. I bjen që shtut? Që i bjen që tanë që dashë me agjeru, nuk i me agjeru 3 ditë, po i me agjeru 500 ditë. E kjo është, edhe jetë ka ardhë që thjesht me shiju atë idhësin edhe atë vështërsin e shkeljes që ja ke bo ndalesave, dhe më thonë në kohën e ihramit, në rastin konkret, dhe më thonë me vrasjen e ndonjë kafshë që ke bo me të, dhe më thonë, gjuhëti. Edhe një çështje që e kanë cekur autori është çështja edhe kjo ju vyn që kjo, po elhamdulillah nështë as ju vyn, i kam cekur se në 3 llojet haxhit. Haxhi ifrad është haxhi kiran edhe haxhi tamattu. Haxhi ifrad është veç haxh, pa umre hiç. Haxhi kiran e kena cek dhe më thonë është haxhi dhe umra me një njet. Tamattu janë umre dhe haxh, mirë po me njet damas. Umre na çek, haxhi na çek. Mirë po çky dyti që ka haxh dhe umre, qof me një njet, qof me njet ta çek damas. Dyjat kanë kurban. Dhe më thonë është obligim me prej kurbanin. Elhamdulillah ju e keni, të tonë në të aranjman, e keni edhe që të kurbanin e të metuhit. Mirë po hipotetikisht qoftë se jena i farë pakete, apo në aranjman, se që se ka që të farë kurbanin. Edhe thjesht menze i ke bo parët për që të haxh. Edhe disa parët se me qëllu rrugës, se me ongur me pi. Nuk i ki mundësit edhe me e prej që të kurbanin e haxhit. Atëra ka zgjidhje. Ka zgjidhje se ka në jetë kuranor, dhe më thonë që njeriu me agjeru 10 ditë. Me agjeru 3 sa është në haxh, e 7 mas e kthehet, dhe më thonë prej haxhit, e të në 3 në haxh, ka djetarët se i kanë cekur është me agjeru para natës së Arafatit, dhe më thonë prej që e bëhin numre, sa jenë në haxh, deri sa të vjen dita e Arafatit me i kry. Disa thojnë edhe ditën e Arafatit, mirë po, nuk është mendim i saktë se ditën e Arafatit haxhia duhet me konë, dhe më thonë ju agjerueshëm që me konë së më i fortë edhe me konë më i kthjellë që me u përkushtue në adhurimin e qëndrimit në Arafatit dhe me bodo. Mirë po, thjesht qofse dën s'ka mundësi me prej kurban, i agjeron 3 ditë në haxh, le të agjeron domon para se më orë dita e Arafatit pe që në ihram, të umrës. Jo s'mundet, atëherë le të agjeron
ditën e 2, 3, 4 bajramit, që i thujnë e jemë të shrik, qofse s'ka mundësi, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u kanë lejuar, dhe më thonë, ata, dhe më thonë që nuk kanë mujtë me agjerua, kanë nevoj me prej kurban, s'kanë mundësi me prej kurban se jenë më të metë ose karin, me agjerua, dhe më thonë që shka ajeti kuranor, dhe më thonë, thalathatun fil haqji wa sab'atun idha raja'tum, tilka asharatun kamila, 3 në haqj e 10, 7 kur kthehen e komplet janë 10, realisht ja ka lejuar që me i agjerua edhe në ditën e 2, 3 dhe 4 të bajramit, e 7 të nshik kur kthehet në vendin e tina. Çështja tjetër që kanë cekur edhe me këtë në të përfundojmë është ajo që kemi thonë se njeriu kur të bën jetë është mirë, qofse e din që ka mundësi me i ndodhë diçka rrugës, është smut pe zemrë, ka rrezik se ka kalon në vende që nuk ka siguri, dhe më thonë gjatë rrugës për me shku për shanë në Arabi Saudite e sene, realisht mundësia reale që me ndodhë e pengesë që e pa mundësën me kry haxhin, është evidente. Edhe në qoftë se i ndodhë që kjo që mësë mujtë me kryje haxhin, dhe më thonë, thojnë djetarët që realisht njeriu në këtë rast, dhe më thonë, i agjeron 10 ditë, 3 në haxh, e 10 kur, 7 kur kthehen, dhe më thonë 10 komplet, dhe më thonë, kjo është në qoftë se ke bon, dhe më thonë atë kushzimin, se thonë, ajo gruaja që ka ardhur dhe ka pyet pejgamberin se unë po hin haxh, po jem smut. Ka thonë pejgamberi sallam, bën një jetë mirë për kurzo, që në qoftë se del në i punë që ajo që ta pamundson ty e smundja, atëherë ty mu liru për ihramin që ty ku je. Realisht qoftë se ke bë këtë kurzimin në jetë fillim, realisht del automatikisht për ihramit edhe nuk i je kurfar dënimi. Mirë po, në qoftë se ke bë këtë kurzim, fillimisht e ke ndërprej haxhin për një arsye që për të ndonjë çfarë etikisht duhet me prej kurban, qoftë se s'ki mundësi me prej kurban, atëherë me agjeru thojnë disa dietarë. Disa dietarë thojnë qoftë se ki mundësi me prej kurban, elhamdulillah, qoftë se s'ki mundësi me prej kurban, atëherë nuk kalohet në agjerim, nga se nuk ka ndonjë argument që me bë këtë analogjie, do të thonë si ai që është mutemet apo qarin. Këtu ke dalë pe haxhit, s'ke mujtë me përfundu haxhin, qoftë se mundesh me prej kurbanin, alhamdulillah, qoftë se s'mundesh me prej kurbanin, atëherë nuk i kurfar, dhe më thonë, obligime të agjerimit. Do shta me kaq janë disa çështje tjera që kanë bëjnë me dënimet, e po thëmë për ata është mirë njeriu me i mësu çdo detajet, që mos me pas nevojë fort me hije as dyshimin në ty, e as me vetë, e dikon është me të befasu si me të vërtet pas ke bo shkelje, e duhet me prej, dhe më thonë, kurbanin, po me i mësue edhe me i ditë senet para semonis, që edhe me bo, dhe më thonë, haxhin më të mirë, edhe më të plot, këto jenë dënime që faktikisht jenë praktike, mirë po në qoftë se njeriu i bën me vedije këtë sëra, shpagimi i parë është njeriu mu pendu. Apo tobe, qoftë se i ka bë ato shkelje, ato ndalesa, se realisht i ka kaluar kufit që Allahu azza wa jall i ka caktuar. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.